Komisioni Evropian miratoi të premten programin 2016 për Shqipërinë me një grant prej 89.7 milion eurosh për të mbështetur vendin në rrugën drejt antarësimit në Bashkimin Evropian. Programi ndjek politikën e zgjerimit në fillim parimet, duke u fokusuar në fushat e shtetit ligjor, të drejtave themelore, qeverisjes së mirë, zhvillimit ekonomik dhe konkurrencës. Programi mbështetet në programe 2014 dhe 2015 në kuadrin e instrumentit për asistencën para antarësim IPA-2, që arrin në një total prej 649.4 milion eurosh për Shqipërinë gjatë periudhës 2014-2020. Programi mbështet në mënyrë specifike zbatimin e strategjisë së Shqipërisë për luftën kundër korrupsionit dhe reformën e gjyqësorit, duke vazhduar programin e tij të asistencës teknike Euralius, si dhe sektorin e transportit me fokus te mirëmbajtja e rrugëve për të siguruar efikasitetin në planifikimin dhe shpenzimin e burimeve publike. Gjithashtu do të sigurohet mbështetje për sektorin e mjedisit me në fokus të zbatimit strategjisë për furnizimin me ujë dhe ujërat e zeza, si dhe bujqësia dhe zhvillimi rural. Kjo do të kontribuojë për zhvillimin ekonomik të Shqipërisë, duke krijuar më shumë vende pune dhe prosperitet për të gjithë qytetarët e saj. Veç kësaj, do të sigurohet asistencë financiare për shoqërinë civile dhe për mbështetjen e pjesëmarrjes së Shqipërisë në programet dhe agjencitë e Bashkimit Evropian, si Erasmus+, Horizon 2020 dhe Creative Europe, në dobi të drejtë për drejtë të qytetarëve shqiptar. Shqipëria përfiton gjithashtu nga asistenca e Bashkimit Evropian në kuadrin e programit shumëvendësh IPA-2, që siguron mbështetje financiare në shkallë rajonale.